në pjesën e fundit të këtij emisioni, ku do të flasim pra edhe më gjerësisht për zhvillimet e fundit politike. Po flasu për një proces i cili po i ofrohet Kosovës, procesi e përzgjedhjen e presidentit apo presidentes, dhe deri më tani ende nuk është bërë ditur se çka do të ndodh, apo si do ta mirëpresin emrin e propozuar të radhës këto partitë të tjera, dhe mbetet të shihet pra se a do të ketë realisht zgjedhje të sërishme, apo edhe mund të kemi një proces të mirë, pra pa pasur problem me qëndrimet e barkaduar të partive politike, pa pasur problem me vendimet të tyre të cilat pra janë zakonisht të barikaduara dhe nuk zgjedhen tutje pa marrëveshje politike. Për gjithë ato do të flasim edhe më gjerësisht me Arlind Dimendë, i cili kam në studio. Arlind, mirëmëngjesi. Mirëmëngjes, Arta, faleminderit. Dhe Frashër Luseku, i cili nuk i kemi pasur për një kohë të gjatë. Frashër, mirëmëngjesi dhe faleminderit që jemi ne. Mirëmëngjesi, mos po pushtim në gjyqin. Tjetër them urimi vit të ri, edhe vazhdim mbar, suksesi këtë vit, edhe urime edhe përfitoren. Urime, Frashër, se të kom premtu që kom e ta uru, urime. Ja, ke përtu që me këcy në studio. Ja, ke përtu me këcy. Me këcy u konë ke thonë që vijë edhe one, bashkë këshëm këcy këtu. Po punë e kesh, po nuk u po këcy më linë. Kesh. Aja që loma. Se unë e kum ble një kësi, unë e kum ble një kësi edhe një shtraf cigar me të shpu këto, po kesh që s'mejtë më taku. Jo, mas po e prej, mas ke valdzo, mas ne folin për shtraf cigira. Frashër, po e nisim me ty, sepse ne kemi diskutuar këtë pjesën, si e pe rezultatin zgjedhor. Pra nuk po flas vetëm për vetëvendosjen dhe rezultatin, po edhe partitë të tjera. Ata që kom prit, kom thonë për mbi 50, edhe do të 51, besa para, e kom në Facebook në këqit, para 4 muaj për të thonë 51%. Dhe ato që e përqe plus 51%. Kështu që nuk ka qenë diçka e befasuar, me thonë drejtën ka befasuar kërë që ka mbeta ende mbrenda. Kjo të regon që ka ende rafshin duka gjidit fort, nuk më befasur që le dëkëja kur gjës ka marrë, definitivisht, absolutisht hiq, nuk më befasur që për dëkëja rafsh shumë poshtë. Kështu që nuk ka befasi për anën time, po anën këtëve analistëve që keni ju në studje, në ashtë befasu janë shoku janë, se ka pëjtë për mu ka qenë shumë tjeshtë. Veç Arlindin e kemi sot. Po, Frashër e përmende, pra, nuk tu dëk befasuese LDK-ja? Pse? Shika, mendoj që mendimi ema, mendoj që gabimet një pas njëshme ka qenë qartë nga qytetarët të Kosovës. Një, i ka marrë ftesë, se dhe kërë s'për në Athene do të me bëtë diskutime politike, po mërë të zema, dyja ke marrë ftesë, dyja ke refuzu. Edhe unë s'kom pa qytetar, ose një parti politike që thotë, unë e kam marrë votën nga qytetari, më konë opozitë. Të e merë qytetarit votën e lypë besimin votës, më konë odheqë ose kërministër, nuk e merë votën, më konë opozitë. Këtë takëm një të lumiri, gjë që ka qenë shumë humoristike, ako marrë votën nga qytetari, më konë opozitë. Asë ne, sa ne. A kuptanë? Kjo është një lloj, më thonë, bumerangi që këmë thonë më herët. Edhe të thonë drejtën, s'ma merë menje, ta shkëtoj e mundi drejtë, ma merë menje, që vote ka qenë më tepër zemrim vote. A kupton, qysh ishte në kohën e vjetë, në lloj zemrimi sepse këta bon blokad mas blokade, refuzoshin mundi fol, refuzoshin me diskutime, refuzoshin marrëveshje me ta, jo gjithçka jo, na dhe me kompozit, na jo, gjithçka ka votu jo, gjithçka jo. Desë ran kurth edhe vetë ata ran kurth një herë për rastin e Dimal Bashës, po ran kurth vetë. Po këtë kanë treguar që janë kon bllokues total. Në të ka pak, tash edhe për mendimin tim ka qenë shumë e thjeshtë, shumë e thjeshtë. Edhe është votë zemrimi kjo është. Pra, po thua votë ndëshkuese qytetare ndaj partive opozitare? Po, definitivisht. Arlind? Për me 51% që për mu ka qenë befasuese, dhe në 45 edhe kemi diskutu shpesh që ka mundësi me shku, 51 unë për vetën nuk kam besu me gjithatë për dështim të opozitës, unë e kumë pa gjatë fushatës, momentin kër opozita vetë ka fillu me diskutu eksponent opozitës, se
a përfiton 45 a ma shumë. Në atë moment unë e kom po që opozitave që është dërzu para Zotit Kurti edhe pritet sigurisht që është ditë që është i pari, por jo më këtë përqindje. Po. Përsa i përket befasi PDK-ja e ka rujt paka shumë qatë elektoratin e vetë, LDK-ja është në fund pusit, për shumë arsye, jo pse ka bloku, po pse nuk ka arrit me tregu arsye pse pe blokan. Nëse ke marrë 2 herë ftesë për koalicion, edhe nuk e shku asë në takim, minimalisht elektoratit tënë është dashnë mja spjegu cila është arsyeja pse ti s'po do me bashkëpunu. Nuk mund është mi thonë veç jo, s'po dojna me shku. Se na jena për me nejtë në opozit. I thu që dhe ke Zoti Kurti mundesh, po pastaj nuk mundesh. Se jetë me 13%. Edhe tash në atë farë frustrimin që e ka Zoti Abdi Gjiku ka fillu me i sulmu se cilë njeri që be kritikon ka fillu me sulmu gazetarë, media, paka shumë qërë Lumiri është ditë që e ka një simpati ndaj gjuhës Zotit Kurti, po është imitator shumë i Dabtitina. Lumiri po thu, ka pas simpatin dhe gjuhës të Kurtit? Nëse ju kujtohet, e ka votu qeverinë e Zotit Kurti, nuk ka pas dhënë ndërheqje atëherë bashkë me ministrat e LDK-s, kështu që e ka një farë simpatie të fshet ndaj Zotit Kurti. Frashër, çka mendon ti për këtë deklarim? Se vazhdimisht diskutohet për qasjen, mund të them kështu të LDK-s dhe vetëvendosis elektoratit, ka qenë gjithë një diskutim, një sfidë mes tyre. A mendon edhe ti a pajtohesh me Alin këto? Absolutisht jo. Absolutisht jo. Që pare Lumiri, disa gjë që unë mendoj që ka bu gabim. Nëmër 1, mas Amerikës që përkraj Kosovën, që e pare, mas heqë që të një loj embargo, asë me thonë një loj dënimi që pa t'japë Evropë. Sinqerisht, mund nuk kishin asë një arsytim ku mu shumë kapë. Dyta e treta, refuzimi komplet, edhe kjo idiotizmi tine, unë ka votu qytetarë më konë opozit. Kallëzama cili qytetar del e voton për më konë të opozit. Si që kjo është absurde. Startë e ti ka qenë absurd. E dyta, ore, blokad, jo këto, po zuas me për të kësë zuas nëzë, atë qytetarë të lodhen, se zdo as këndej, as andej. Se, a ka mujtë me bo opozita, që vëllim, po ka mujtë. Edhe ta tjerë të dim, edhe analistat të dim, ka mujtë me bo. Po me marrë me listën serbe. Atë që mu thonë ma heja, që fëse më një manë që kesh kërkë analisti, thasha, gjëja që ka bërë me Kurti është që ka shti në një trend të ri në Kosovë, që listën serbe më si pas me ema. Trend të ri është në Kosovë, që ta ka përqeverje Kurti. Ata nuk kanë mundin po këtë punë. Pra, jo, kufa jo, kufa shqarimi, edhe në fund ishte, pa e mu qytetarëm ka votu, më konë opozit. Jo, bre, nuk është të vërtet. Pra, kjo është ndeshkim, votë në lepi. Tash, edhe ma humor, hiq ma larë se gjera partijën dhe gjova, kishtë thonë që ne nuk votojmë për gjohesh, nuk e bërëm këta për vjosën, në qëtë nuk kullë, njëtër havas të shku, njëtër havas të jetë të shku. Ja, dhe Frashër, për herë nashme, për ta je ki kitë gojë leone, se kanë mja bo kurumin, e kanë me nejtë atë zoni në komjuni. Jo, unë kurumin, që më votu që kanë të drejt, qytetare, më së më vëzu. Po e mani dhe kushtetuta pa të thonë që duhet më konë të nësallë, në vërtet. Ta shë më varet, për të një lezimi ria, pa pritë masë dhe jarë, se ditin, se atëherë lezime të ishe që këta dush me najtë më në nësallë, që fëse manë manë. Kushtetuta dhe që duhet me najtë deputet. Po edhe me votu. Po, mund me së më votu. Lezimin e trejnë kanë gjatë një vota, sepse kemi 57 karrika, plus 10, minoritarët e bojnë gjatë 7. Me shumicë thjeshtë. Pa. Po, si me, ta shamërësie më najtë atë, të kush pëllit me votu ata. Beri kishën bua minimum kone atë, me më shelë, se thonë nga në gojen, e më du kishë që për kondeshtoje me forët të pralat e vjetët që forën në regull ashtë. Forën që ka doni, boni kishë spedoni, kënes një votu së ju që i kini ende, kishë që nëse votu, që të përmë kime majtë në regull, por rini salë. Qëre Frashër, që të opozit që është qëtash, edhe mi kop, mi ngresh, zhak, mi thonë dilë një episodët, ta nuk dolin.
O, Vlaçko, është në vullnetin total të Albin Kurtit nëse dënë me shku në zgjedhje ose jo. Nuk varet më për opozitës, se që kjo opozitë, me bo me shku dhe një në zgjedhje, pasha zotin, në fund pusit kanë me ra. Se këta që konë gjendje për një vjetë me bo kur gjë, jo për dy muaj. Një të pozitiv me bo, në më të më poshtë dalin. Sepse shika, që s'ku të ma e që ti nuk e besashe, ka mu konë vot deshkuse. Bile, du me lypë, në vërtet du me qitë para ti Glaukin, se në homara, se ku kom thonë kam ju qkoq, kam ju sakatu, kam ju sos, që të rishjan, kë Glauki shpërtoj fjallë të mija, po nese, që të që tjetë. Glauki ka thonë edhe kena mju bot tokë. Pa nese të tokë, jo, s'kom thonë vëtëm sos, qkoq, pa 3 muje, 4 muje, kom thonë i pare. Ja, është totalisht në vullnetin e zotit Kurti nëse dënë me shku dhe njëherë në zgjedhje në prill. Kështu që ai vendos, nuk vendos ma opozita. Opozita nuk është e gatshme me shku dhe njëherë në zgjedhje. Vlaçko, shika, Vjota, ku ka bon matën e fundit, që e bon matën e fundit, edhe ndërkombëtar të bon, Vjota ka popularitet 81% qytetarëve dojnë. Sinqerisht, unë s'kum pa drejt tash që 81% qytetarëve janë të kënaqur me ta. Tash më shku mos me qenë sallë, mos me bukurumin prej natë, kyçve tekeve prej natë, ku 81% qytetarëve janë të kënaqur me Vjosën, e dojnë Vjosën me pas prap, sinqerisht kjo është më bëu vetë vrasje për ta këtu nuk ka fakt. A mendon që Albin Kurti ka me propozu prap Vjosën për presidente? 200%. 200% lidha. E vo basta dhe këta, 200%, pa pikë problemi. Se Frashër je ka qepi në qka me qenë pra Vjosa? Shika, ka me lisë në gudza, marrveshjen, edhe nuk... Edhe që, disa gjë, nashta me Kurtin ka pas, pajtime, mos pajtime disa... Prandaj, ka pas disa konflikte, konfrontime kohëve të fundit. Po ka pas në kemë për të kënë. Shika, ku su pajtu me pajtinin, jena e prish. Ku pajtu me për Albinin, për ja mon zhagë. Hypë të vrava, të rani të ka qenë. Jo, për që ja ka mojtë zhogun, kjo ja ka mojtë 5 vjetë. Tash, ku su pajtu, se ku pajtu që janë prish. Po që ka dalimi? E vetëmja presidente, që më nëjnë ndërkombëtarisht në ka paraqit neve shumë bukur. Ku të ka paraqit o Frashë ndërkombëtarisht mirë? Ata bëjt, tash që të mëjt, mendimi jem, kështë mendimi jem, rasti ma preks ka qenë për mu, rasti ma i mirë ka qenë, ku ka pas gratë e dhenuar nga që janë komë viktima të luftës, si Vasilje këtu që kanë qenë për para vëshqitje dhe kush ka qenë, Daqiqe vëshqitje ku ishte ai serbe, që ka dalë për para. Folë me këtu viktimat. Rasti ma preks, rast ma i bukur, ideja ma brillante sa ka qenë, për me pa në sy. Edhe në sy ndërkombëtare ka qenë, mas një kohë të din fort mirë në Amerikë, pasi e thërën atje fort në dhe atje në Amerikë. Pra, gjëja ma buka që ka po, hap strategjik, sepse shkije, dërsh me plakate që ka po, Kosova neve i kam bitë serb të blabla, ma në matë ma të kamionat. Që kjo është PR kampanje, ka qenë briljante. Briljante. Po nuk e di që në Amerikë Vjosa ka shku edhe në ka përfacu në një takim në shtëpi të bardhë. Përveç aty në farfarume që... Darme disa... Ma përse da të ki hup. Ma përse da të ki hup. Kur u kanë Vjosa, ose dikush... Ma të peshte që, për mojnë takimet, sa i ka pas Hashim Thaçi si kryeminist? Më lasë që thotë që mësë janen, asa që thotë që u hi, sikur me konë mbroj, u hi në shtëpi të bardhë. Ti hu bastet, nuk ki problem që i hu bastet. Sa takime jeshtë ka pas, sa takime ka pas Vjosa, edhe Habib Qyrin. Vjosa, qërem, të takime mund me shku me bo, sikur edhe Dënika që shkaj kjo zatet ke me ata taksistat ose Kurti në për rrugë me pëlec. Po nuk jenë takime ato, Frashër. Kur far takime nuk jenë ato, kur far produktivitete nuk sjellin. Vjosa dalë për kojëtore, ka ta kontrapin të shifrafikë ndryshe, masi prapë të shemë së këtami. Prej dalim, prej Zotit Thaçi, që ka qenë në takim mrena në shtëpi të bardhë, në dhomën në vale. Sa i ka pas ish kryetar tjetër shtetit, sa i ka pas Vjosa, takime ka pas ma tjepër, një, ka qenë ma briljante, Me kanë, nuk ka rëndësi sa takime i ka pas, po me kanë është taku. Unë sta zemra me tonë shqyqat New York, me taku njështë, me dita me mroma që që e mirë. Po kanë e ka taku në Amerikë, hajde, kanë e ka taku. Drejtëtarisht, vizita ka pas më tepër, zyrtare, drejtëtarisht ka më tepër. Zyrtare është edhe ato jetë qëtë kërpethirin që përshkan atje në përburektore në Bronx.
Edhe herë, nuk është e që oje që shqiptare, nuk është zyrtare, për fundin zyrtare me takimin. Jo, po zyrtare se dërgohet ftesa edhe vjen. Edhe herë, ta piti këshim sa i ka bo atje, unë për thëmë shumë tjesh, hata të bojmë bast, sa i ka bo ata, sa i ka bo fjosa. O jo so frashë, nuk motet bre me so. Ma briljante që i kemi pas Me kënë është taku, rëndësishme është kënë e ka taku. 81% matja fundi që kanë bërë, 81% qytetarëve dojnë. A për mëni një signala jo? A në më të vërtetin të në mulli të kësh 100 këtë në postë. 81% qytetarëve dojnë. A mendon Frosher që ekziston, a ekziston kjo përkraja masive për vjosën ende? Përmendi Frosher 81% e qytetarëve? Nuk e di, nuk e di kush e ka bu atë matje, nuk e pas na po për besë. 81% e popullit pedajka, nuk e di, unë nuk besoj për vete. Por, duke pas parasysh që për gjithë të vite, 5 vite, vjosave që ka qenë një pateric e Albin Kurtit, nuk dyshoj që qaje pjesa e kusijav edhe e gumav edhe mujnë me pas simpati për të. Por një votus i arsyshëm i cili mendon... Diki përmen ato... Veç pak me Frosher. Pro asfaltin! Ku që me se po me banqisht të përmen që kemi pas! A dhe ato të përmen, po e men për kusijet, oj Zerma, ato jenë pa komunistit... Do me thonë ata me kusija që kanë festu... A për harën 51 plus! Po mirë dhe në regull është. Sakt. Po qaj është elektorati vetëvendosës. Tash na nuk mujna me ndryshu. 51 plus! 51! I kujna? 51 plus ka vëtu qytetari. 51 plus. Po, sakt. Kurti e ka ditë mirë, e ka kallëzu diagnozën e këtij elektorati. Ka kallëzu ju, ti thashe jo, për ti ki mu bast. Ti ishe sigur, ti thashe karame Luizja. Si shishe ti 30% që kishtë rritje në për komuna, ti thashe vazhdo me thë karamje. Jo, të me thonë për ata Frosher se zgjedhjet e kalume nëse mon men, ka fitu 51%, po komunat i ka up krejt. Nuk ka pas 51%. A e gjithë e kalume në qëfëse mon men, qëfëse jo qyme me men. Jo të shkurtit i dashtën. 50 përse 25, nëmër 1, nëmër 2, e ki pas ku këto tjera të kanë hep më rapë i kanë marrë, i kanë bartë votat, atë e ndalon të bartë e votat, vëtë edhin. Parti që s'kanë hinë mrena, i kanë shpërnda votat. Pra, është e vetë një herë... Po i ka hup komunat. Edhe e vetë një herë që ka marrë 51 plus, ofër 500.000 votat, që do 500 keqë i lëpshin, i ka pas. A i murë 500 kë? Kryeministri më i votuar në historitë Kosovës. A thu pse Zerma jeme? Si që është, a do të bëjtë analizë... Qere Frosher për të regan vetë. Vota për vetëvendosjen jepet të votë më lethi. Gati 500.000 vote ka. Lëvizë vendose. Vetëm kjo ka 400 plus. Frosher e tregoj vetë. Disa herë tha. Zdia e ndëgjut, për disa herë tha vota o kom votë më lefi. Do më thonë, lëvizja vetëvendosje përfiton për kërkush nuk e voton vetëvendosjen pse e dënë, ose pse ka naj vizion për Kosovën. Po është votë më lefit. Vota për vetëvendosje është votë për i notit diçkaje, ose dikojna. Kërkush nuk e voton vetëvendosjen pse me nënë... Konstant i kom falendru juve, se faljosh, falë që të opinionistave të televizion që të ishin pavarën, thojsa, faljosh, je jepni që të shemë, je jepni. Falë që të gomarive që boni lumire këta tjerë të opozita, që asë opozit nuk është, e vetë me opozit që mund me lutë është Albin Kurti, për të është me lutë dhe vetën. Sa asë opozit nuk kemi, ke di që ta, asë opozit nuk kemi, e vetë me ashtu i ka qenë ta, Albini, me vetë që ka kam pas, asë programin, lidhën demokratike, asë programin vërsalit në shkur në regull, asë kam pas që ka bu gabim, se në kënë të morën, fokusun, hajde Albini, orë së shme për cikë Albini, asë programin që ka shpënda, asë kam pas që ka gabim. Që është naiva? është e vërtet që opozita për një mesh në gjendje të ronë dhe probleme kanë më këfjell deri te presidenti nëse menojnë dhe i qater me bu diçka, nëse jo le të presin, unë e këmë thonë që ka nevoj për reformat thella, ka nevoj marë figura të reja, jo figura milionerësh mrena subjekteve politike. Jo, figura mos më konë patërit që përshkallë të ty, jo patërit që so Mustafës, që ka qenë më mirë, jo patërit e Sami Lushtakut, që shë ka për dëkëja.
Jo për çfarë, s'është problemi të Paterica, ka probleme tjera të mranshme Frosho, nuk është... Këto në uqin kujës më që me thonë gabim e ki. Me paskon memli Paterica Sami në shokut, kish fitu sikur Samia 85%. Rekon vëlla Shkarlin, një për të kësë ku ka mëne që të ku ka thonë Zagarica, e ka dhënë jetë komfort. E s'ka mujtë të thonë gjokosh. Pse? Ashtë tamën Pateric. E unë du me pas mëndësisht që se është një reformim të partisë, të bo ta më reformim si duhet. Jo konë Pateric. Ta dëgjoj një herë Arlindin edhe pastaj dua një në vete, që shë këtë pjesën e reformit edhe për shka për i referosh. Arlind, pëthu që me ndërru që mos me pas ma persona milioner në partit politike. Normal me pas antar, po ju me ta udhëheq një milioner. Qërarta, problemi është pse i hu për bëzita zedhe të gjithë. Nuk mund është ti prej nojes atje nalt të pi koktela ka 3-40 euro gota, mja bojt gole shtetarit që me pagun 7 euro një tabëll vo. Se populli nuk ka budal, edhe i shohin, ta qëtë storin pej atje në përjetët sociale, jetë luksoze, milionera, me mli Krasniqi për shamull deklarimin e fundit pasionistët, 9.000 euro ka ble libra për biblioteken e vetë. Me pas ledzu 9.000 euro libra, unë e besej që as Harvardis ta kish nolë. Kishtë thonë vazhdojnë zëtë njëse nga skena këto me t'i punë, shkën nasa dikon atje. Tash më smënuar me nga qitë ne popullit hi syve, edhe me nga kalzu sa shumë e dojnë venin. Ta janë disa milionerë që interes parsore kanë rujtje në pasurisë tyre, pozita av tyre mrena subjektev, edhe nuk e kam fort problem jetën e shtetarit. Kur e ke po një deputet ose një zyrtar të partive opozitare tash, me një shport që shkon me një market edhe e shet të ble të e matë 1 kilogram domate, nuk e shet. As ki me po. Që të problemi. Për dalim, prej deputetve të lëvizëve të vendosje, cilë të ishen në gjeltore, ishen në qebaptore, ishen ku është qytetari. Unë së thëmë që këta jenë matë mire dhe nuk hojnë për restoranat shtrejt. Po. Por, jenë aty ku është qytetari. I shisha brem fushot, deputetë opozitës për i të ishin edhe votën me lypë. Se jënë mësumi marë votat blanko që ashtu pa fushot, pa e nalë një shtetarë në rrugë. E shisha për shemë kandidatin për kryeministër, zotrin Hamza, i thej ka ati Ferizaj, vëtën e bashkën ta keni pikën e qefit. Po, bashkën ta keni pikën e qefit, po qëre ti merë 51%. Që kjo është pika e qefit? Pra nuk bëhet fushota veç një muj ditë. Ose 2 java sa i kam pasko. Po. Dhëtë me kam 4 vjetë nga të shtetarit, nuk më nështë i 4 vjetë luks me bo, edhe për 2 javë ditë me thonë ama votë e zonë të anrejq jetën, ju ti anrejq veç vetit. Nuk më nështë me anrejq pej nues atje, ose pej ati në farë restoranit tash që e kam bo nalt atje me gjama, nuk më nështë me anrejq jetën këtyne poshtë. Nuk më nështë me anrejq jetën kur t'i hupë zjedhe ti me shkum përshim Dubai. Se qëta po që kjo bobo nuk ka bash budol. Nëse e kanë hongër dejtash për budol, qëta që kanë përgjigjen e sakt, edhe e kanë një pasqyre të qartë që do të me pas ndryshim. Pse është Arjan Tahiri njeri dytë ma i votumë në PDK? Pse është Tërparim Gruda? Pse është Janina Imeri, Hikmete Bajrami? Pra që kjo popull po lyp figura të reja mrena subjekte politike edhe cilt nuk e kanë bishtin e në zonën me derë. Pse opozita kur nuk e kritikoj zotin Kurti për dialog me Serbin? Se para dë ditë nga dulë fotografia, unë nuk përdu me gjiku levizjeve të vendosje. Okej, këta e në shku kanë negociu, po qka lyp Bernard Nikaj atë, qka lyp Ardian Gjini, qka lyp Lutfi Haziri. Se na shesin patriotizm, pja përmenim i Mozes Radojqiqin. Po ku t'ja përmensh asoj ti dush me koni pasht, e jo me shku më zgërdhi atje, më një of dit mas Sulmin në Bonjsk, Bernard Nikaj, Lutfia, edhe Ardian Gjini zgërdhijen bashkë me Serbatë. S'ki kredibilitet. Pra ndaj i hup edhe bjen 13 dhe jo 13, po kanë me ro edhe ma poshtë nëse vazhdojnë me qitren që shto. Po, Frosher, çka mendon ti që duhet bëhet? Frosher s'po fol, po pajtohet me mu, po më do këtë krejt. Ja, absolutisht jo. Po mëna që shiko, në mënje,
Këta janë patrice të vëdjetë. Për shembull kemi dy onë. LTK ka pas patrice Devon edhe Isa Mustafa. Një. Kjo është patrice. Shiko, më dalë mu më në thonë televizion. Si Lutfia, si të tjerë, që për shembull Tokë Serbis, më fort. Më thonë kjo, unë kam probleme të Albin Kurti, për në që s'ka kështu, s'ka qenë kjo bumerang konstantëra. Ajo është nxjerrë për kontekstit e Hikmet e Bajramit. Froshët, lutna, veç bënë realist. Asaj bënë realist, se ti nuk e heq real, po që të klash me fort. Mos e nxjerrë për kontekstit se nuk e ka thonë që ashtu. Nuk ndërhyva. Hajde, se s'po ndërhyva se. Pra, më në që nuk e ka kushtu kjo kësaj të kësa, kështu idiotizmë ta, po ka kushtu. Konstant ka pas, kemi pas të 500 në video, por tha ka Serbi, popë dhe ke Kosovë me të jetë keshke, zgërdike, që me thuni zgërdike. Pa, kjo në televizion ka qenë. Asë njëve për këtyre s'ka marrë përgjithësi për këta. Bile të thonë që kur gjo Albini ma kesi Miloshi, reagimi këti në tjerë. Pra, mënyra që kanë bo këta, kjo ka më qenë Kosta. Për thuni nuk është, po është Kosta këta. Kjo ka më konë Kosta. Dyta në tërë që s'ka pas rapozit, a s'ka pas qëllim, që qëllimi ka pas Albini, kur gjo tjetër s'ka pas. Absolutisht. Du një herë më herë kalun duk me pan pjesë, atë ke lëmosh këtënve, që për jep qytetarëve, gjënë si kishë një 2-3 herë, pagat minimale Albin Kurti, të ke lëmosh, e këtë kime pan pjesëa, për propozit pan pjesëa. Edhe dhe ke Albini të jep lëmosh, ki bashkë të qytetarë me lëmosh, e vetër ke propozit me pan pjesëa. A kupton humorin, por kjo ka me qenë, sepse s'ka pun as një ide ekonomike, as dy zhvillim, as ka pas ide që ka me folë, e vetë me gjë që ka pas Albini. Ka për në gjdo studio që ka qenë Lumera Abdegjiku, në gjdo studio, këshyre, shka plani ka jo, edhe qka ka folë më tjepër, Albini, se ka pas mund, ka hi fobi njëzve. Dyta, PDK, e ki sa milu shtapë kopje, sepse nuk ka qenë, këta janë kun kukla, absolutisht kukla. Kukla komplet, këshu në gjithë debat që ka qenë, kur kanë folë këta, absolutisht kanë gjuhë. Masi kanë pas përqamet mendshme, të jetin PDK ka pas më rastin në Ladrosit, kanë pas idiotizma në mërzvjetit, lëm në mërzvjetit. Idiotizma përqamet të mendshme. 2, kanë ofendu konstant në për debate, kanë qenë si më në Lushtaku, edhe ke PDK ashtë punde, po që unë e për e foli, se kështë, kush lu të me uqin krytë të poshtë. E uqin krytë të poshtë, se dishë që kja ka me i kushtu. Kjo e kjo shtonë bumerang, se nuk bën këtë mënyrë më folë. Zagari Zagarica, për 51% popullët Kosovë Zagari Zagarica. 51% Zagari Zagarica. Jo, Zagari Zagarica, që do të sarën e kush jenë, po hajtë kryet tani të kalzoj kush jenë Zagorët. Unë e marë përgjësimin të inventarë, të lutem, nuk më do hyva. Pra, edhe këta, s'kam pas, kalzëma një propozim që ka pas Betrin Hamza që ka qenë rejko. Falke për kamata, që sa kështat në ka bo Albini, ku jam këthy ku më këshy vitit ma heret, Kosova ka pas 2 fishë ma qëtat ka motat, edhe kishë harru krejt. Ku e qëtë video, që është ki pas ma kesh me pora, që u solke? Pra i vetë një, edhe plus, me më folë kraj e luftës, kush, me jam le, 2 ditë më sërën, sumin 2 familje që shaj ka bo fjesa e pre, zhuka ka pas. Fa ke nëstap se më shku të familje shaj, pëse më shku atyja, edhe thët kraj e luftës. E kemi pas këtë tjetërin, Betrin Hamza, i cili e ka pas të vidrë e titës. Kraj e luftës i thët. E ka për kraj, babeve dhe ka përgërë regjimin e Jugoslavisë, që ka për një shqiptarë, që ka për një aktivistat. Lë këtë që kësë, lë për kësë. Po e tash si boba i vjo, se si boba i plët ndosë atë. E ka pas të tjetër e vërhoqja. E cili ka thonë, me bo me fitu që kjo në dalë një pjasin program. Ka e luftës për thonë. A kuptën se nuk shkanë mo me këta. Duen bukfalisht me reformu. Ko thëmë bukfalisht. Që për thotë këta hirë, që është këj Mitrovici, së maj man të emrin. Arian Tahiri. Arian Tahiri, po. Fryme re, në një mënyrë për qarjes, një mënyrë kërahit qërë. 2000 edhe 4 vite kemi pas zjedhe të reja, mas 4 vite. A kupto ka më do një gjenerat që ka me harru qëto idiotizmat, fryme rogove, salat të përmen, jo kraje luftës, kanë mu harru qëto, jo harru përmen, votust. Ti dush me pas ide që ka me dalë për pora, që ka me propozu, që fa plan programi ki. Jo, u që kraje luftës, fryme rogos, 2000 sa ka të kërgova. Si që është o bo zhglëbre, ku fa ide, ku fa opozitë, këta nuk e nësë opozitë, më dhimen, si janë të mërë. Po thu Froshës që po i keq përdoren
Nuk janë ma duke qëndru në bas këtyre që po i thirën mas tyre? Vetë herë që tu me këta analizë ku pa thonë sa herë që shku të shkojnë të më morrat me që lule, që jeni asjedhja. Më e malë që kom kesh pa të thënjën edhe shumë herë të kom përmena. Pra, këta kanë që ta kam jetë, po që tjetër. Po non stop ka e lumë se frime Rogoviane, se kanë dhe shpinë Rogovës. O, du të qëmija kur t'ju ndresh. Po frime Rogoviane, e morin uk Rogovën, pëse e morin ukën? Një kur ishtë i dënuar, po nduke gjykat për viza. Ja, i lirum është i lirum. Djalli i Ibrahim Rogovës, ciloj pejgamberit, është me morin djallin e pejgamberit. Sepse s'kan ide, nuk kanë vizion. Jeton halë me frimen e Rogoviane. Arlinda, me ndonë pra ti që tu qëndrojnë? Po thirën pra si në kratë luftës, por si në frimë Rogoviane, partitë politike, që nuk po qëndrojme, nuk ka më persona që po imbajnë këto idaje. Mas 4 vite votojnë ata që kanë linë 2011. Që do të thëtë një pjesë e madhe tyne, jo një pjesë, po prej 2001, do më thonë nuk e kam përjetu luftën, nashta generatat 2000 dhe në 2010 edhe mund me pas pak emocion për shkak familjarve, mirë po 2011 që nuk ka emocion për luftën. E një vetë si histori. Kështu që atyre, asoj generate, nuk mund ishtë tim ju ka të zumo që shke luftu. Sigurisht që periuda e luftës edhe UÇK-s është periuda më e lavdishme e popullit shqiptar. Por, çka pi ofron që ati, që asoj generate që ka linë 2019. Se tek e fundit, ai lyp një mirëqenje. A lënë të pajtojë mua? Po, ko, pjesërish froshe. Si shtash, këthejna ku nuk pajtojna me ty. Se ka do pika ku nuk pajtojna. Kështu që qasoj generatës, ti dush mi të regu qa pi ofran. A i ka nevoj për mirëqenje, për punë, nuk mundesh me majtë ma qatë generatë, të i thonë, jo për se na i na kon luft, po je kon luft, e ke kry, shumë faleminderes, e kena pavarësinë, e kena shtetin tonë, që Albin Kurti nuk e ka njoft dhe jo bu kryeministër, kështu që... Albinofobia se lënë, vazhdo, po. Po, dhe, do me thonë, që kjo është e para. E dyta, te patericat, qëre me paskon, udhec të PDK-s patericat sa Milështoku ta këshin fitu 85% qyshe fiton a i Skënderajin çdo porë zgjedhje. Kështu që është, përmenej, se cilë, a e kofojnë PDK-ja pse edhe frosh një full që shdo për Samin, po, se sa ero përmen Samia, PDK-ja vetë ka reagu, jërë, për nuk është Sami Lështoku. Po Sami Lështoku nuk orë për i Roshkës, as për i Kublës, është i Skënderajit, është komandant i zonës Drenicës, ka kontribu për këtë vend, veç pak lut në froshës se nuk ndërbreva. E fiton Skënderajin çdo porë zgjedhje për mi 80%, edhe nështë është kryetari model për krejt kandidatë për kryetar të Partisë Demokratike që do të më fitu komuna. Kështu që nuk është marrë më unë me Sami Lështokun, as me pi kafe me Sami Lështokun, për kundrazi është privilegj, është kënaqësi, edhe është këgja një farë do të ju falenderu që një komandant si Sami Lështoku ta ndonë pak kohë me pi një kafe me ty. Nuk është marra, gjua tine, PDK-ja që ka qenë parti nacionale, për një parti nacionale, o bo sot parti vetëm një zone, si AK vetëm Dogajin, si Nisma vetëm në Malishev, e kanë shëndur në zonë. Jo, bre Frosher, a dhe qa problemi? Tamaj, tash Po se kryta, bre, ti Frosher suret pikimat gota, nuk kam e tip që në kune, aje ka qenë ndërpar që ka pru abin në marë në lukë, ka qenë bisedime më vitin 94 është video, pra, për gjithë respekt, kohë një puti për luft, po a monit kafë këtë, du të Zagarica, qytetarve, 51%, edhe të në tjerë të dinë që ka bërë, për të frapër për të kërë, kërkoj djesë, ka bërë më bërë, s'ka du të thonë këto, bla bla bla, a më arshtitu, pse për arshtutohet, ma si s'ko ka kërkushin për të kërë, pse du të do më arshtitu? Kush për arshtitu? Po, a pajtosh ti me gjuhën e Sami Kurteshit, e Ariona Matoshit, e plët eksponentve që përdojnë gjuhë dhe matë poshtër krasim ato që ka thonë Sami Lështoku? Në bashkë.
Unë mendoj kështu. Veç a pajtohesh, a duket normale? Ta mi korteshin se ma ema që ty vëto ka njësaj, se me thonë, 51% popullit që votuesit vetëndosës Zagarica. Nuk ju ka thonë 51% të votuesve. Jo, Zagar edhe Zagarica janë çifti Sami Kurteshit. 51% qytetarëve ka votuar. Zagar edhe Zagarica janë çifti i Sami Kurteshit, është çifti i Ardiona Matoshit, edhe plot Ardiona tjetër brenda lëvizjes, por jo qytetari edhe jo votuesi i lëvizjes vetëndosje. Këto e ki shumë gabim. Nëse po mendoni me cito edhe me orientu dika tjetër për qëllime elektorale të nikrush votave keni gabim. Se tashmë është e qartë. Zagar, Zagarica janë çifti Samis, çifti Ardionës, çifti plot Ardionave dhe Sami Kurteshave tjerë që ofendojnë, shojnë, fliqin, akuzojnë njerëz pa kur farë boze heq, vrasës me pagesë, vrasës pa pagesë, qka është një zezë, qa ti vjen ngoj. Shik, posë të ka përsh të ty të zërat, që ka thonë Zagarica. Pro, nëse ajo fjallë është thonë, ju pështëri që për të kësë të si bunare. Faleminderit edhe herë për jush, vazhdoni qështu. Jepni arsytim që me vurë të si gabime. Zemrani poplin, faleminderit unë thamë si votus. Vazhdoni këtë mënyrë. Po është nuk vazhdoni këtë mënyrë, se jeni të bu mirë, kënim hypa dhe ma te për vetëndosin. Nuk besoj që hyp të i thonë Sami Kurteshit Zagar, se për me është një specie interesante, nështë nuk përngjon shumë me ato me Zagar, po sjelljet i ka dhe matë pushra se Zagari. Kush? Për kanë? Sami Kurteshi. Për Sami Kurteshin. Edhe shumë Sami Kurteshi atjera aty që ofendojnë, akuzojnë, pa kur farë. është distancu bre dhe Kurti është distancu për gjuhës tina. Dhe me thonë se është gjuhë poshtër, është njeri maj poshtër aty mrena që nuk dinë edhe qa folë, unë menoj që a i ka nevoj për trajtim psikiatrik. Një antar që, edhe veç pak froshër, edhe lideri vetë, hez dorë për tina, thët unë e distancona, veç pak bravo froshër. Profesor, me këti është psikiatrik, si që është ka bëjnë umara, ma bërse analisti të vete. Edhe Albin Kurti ka hjek dorë për tina, ka thonë distancona për asoj gjuhë. Po është beze vazhdo dhe ma tepe, që si idiotisma, bëni kiks ma kiksi. Hajtë që më së gojle se këna me bo, dhe qysht folaj që ashtë do këna me përgjith. Gojle më se ki. Faleminderit, jam mirënjohës, se e ka lusë besashe, keshe, edhe më stop gjeshe që si për tekste, duke fëndu mirë më të vrasht. A për më në që kjo Coca-Cola fetime, a për më në që kjo i ka pinë qytetarta? Jo, në menej që gjua shumë e butë, gjua shumë e butë e opozitës e ka prunë 51% Albin Kurtin. Qytetarët të shojnë juve të gërditen, a kuptat që i gërditen, më dhe fosë me ju, shkojnë për në të ju. Jo, froshër, mos të boj gojle të atë varvune. Edhe këta që folën Zagarica, e këta tjetë, onën tjetë, në këtë mënyrë vazhdoni, që është një Serbisi, Rosi, që të kërë mushi, këtë mënyrë vazhdoni, e keni pas, sa keni në morë vota e në tjetër. Vazhdoni e lutëm këtë mënyrë. Mos ki gojle se të njëtë në gjuhë, unë e menej që gjuhë shumë e butë, e opozitës edhe që nuk kanë guxu mjë kundërvy, se për 4 vjetë s'ke pos asni aktivitet opozitor. Në më tje, për e keni po, ta më zemrimin. Mas në besëm, hadi me thonë televizion, jo për bojë si Kinja, jo në kështëmi, se bojë diktar. Jo, se jo për bojë një qëta. Jo, gjuha ju. Rritët rryma, shtajtojët rryma, nuk ka reagim. Po veç pak e froshër. Kam i bjenë që gjenë. Ani, po i tu të fobi kena pitina shumë. Nga ka bo se fantazma në Prishtinë. Shka ndodha njëri? Shka ndodha ku shka një vësej? Shtrejtojt rryma, nuk ka një reagim opozitor. O, froshër, veç nga bre burë pak se të ngova, ndërpreva heq. Lutem. Se si përmenet Albin Kurti, këmë një po leje burë, se lenat e kryna. Unë e ku reagova, ku e tha psikopat, të më shku të psikatrimi këshirë, a ku përta se bune doktor pa prit mas. Jo, unë e thash me nej që a i ka nevoj për trajtim, edhe vazhdoj me menu. Ja, po thëmë, falim dhe që... Me pasportën e doktorja kësha dhënë diagnozën qëto?
Po nuk jam, do të më shku te mjeku. Çka vazhdo çështë? Po problemi është që nuk ka pos aktivitet kur opozitor. Është drejtuar rryma 2 herë, nuk ka pos as konferencë për media. Përveç statuse të kallëzova për kujt i shkruajnë. Kena pos tregtim me energji, me kompaninë e Vukamovicit, nuk ka reagim opozitor. Kena pos gjithçka ka ndodhur në këtë vend, hajni mas hajnis. Nuk kanë lëviz kur një konferencë për media nuk e kanë thirrë. Po a peshe rezultati ku vjen? Vjen numri 2 i PDK-s, numri 2 Frosher. Bledhje mas bledhje parlament për rrim, për keq përdorim. O Frosher, veç pak rëmur, ku në Nalo, veç nalo të kry rëmur. Po nalo të kry, nalo. E dëgjojmë deri në Fontalinë sepse pastaj nuk po dëgjohet asgjë në transmetim. Po flasin dy për ne. Është numri 2 i PDK-s, vlora që tokët që u dole 5-ta. Pse të ka dollë? Se s'ka aktivitet. Nuk mënesh me dollë të mju kalëzu njerëzve, jo po na i rujmë institucionet se i kemi themelu me mund. Kush po të thët me dollë me thuj institucionin? Kush po të thët me gjumë dhe tëtë sikur që shkam bo këta? Kush po thët me gjumë zollë? Po dil protesta. Kush të nuk për zollë? Pse për rranë? Dil protesta. A kemi shmi? Del protesta edhe shfaqe qatë paknatësi që e ki bashkë me elektoratin tënë. Kush të nuk për zollë? Kush të nuk për zollë? Kush? Qysh? Gjoni të nim. E keni gjumë kuvendin me zollë. Kuvendin e Kosovës, kuvendi Kosovës është gjumë me zollë. A, di që i ka rënë televizion. Publikisht i të rajtë. Sajti më se boj gojle për mu. Po, publikisht. Kush të nuk për zollë? Kush të nuk për zollë? FBI ka bujë tem për atë farbune. Kush të nuk? është fatkesi qaj që e ka gjunë nuk jeton më, kështë që qa me bo. A, ku pati, se kjo shpifje, kush të nuk? Nuk është një me rajtë televizion publik. Dush mi këshirë shka folë. Hajti më si gojle se di vëllaj shumirë që jam të folën e. A, për mje këtë. Edhe të e di shumirë. Kush të nuk për monitor? Edhe të e di shumirë. Kush të nuk për zollë? Kush të ju, nëse di, që me dishe? O në shkëm përëci. Ma si ti të pëse su shkëm përëci, pra? S'kom nevoj, kur të më thirë në shkaj? Përran, pra? Ose përran, ose ti në monë në sheftas. Për ti du shku dënu, prapë se prapë. Ja, du shku dënu, ja. Po kohë tim për atë 20.000, ti a kuptën? Kohë tim për atë farpune. Kohë tim, minut pas minute. A nuk ka asë një heqë. Minut pas minute, deri të personit që e ka gju kuvendin. Po lemës në ka të... Pa ai që e ka gju fatkecësht, nuk jeton edhe nuk është dënu për atë arsye. Jo rastisht avnit e hari është gjetë arsenal armëve. Ko është dënu me vendim gjykatës. A ditë që kanë gjithë për në shpetina. Shka këshojnë edhe herë. Shka ka qenë kjo gjykatën, s'ka kush dënun. Ka qenë ndërta dhe Froshi ka s'ni që tje që ka qenë mërë. Po s'ka dënun se aj që e ka gju ka vdek, apo do ma mirë me të thoma shkurt. Edhe manë shef për policisë, ti dush me ja përgjësi. Për shtu fjallë tuja. Ani, veç qënë ato që ja keni vjedhe dhe gjokën për dhumës të shmida atje. Ose shpif, ose manë shef të policisë, ose për rëndë. Një përgjësi dush me marti. Më ko prokuroria në rregull, ty të kishë marrë sa të pyetje. Më ko prokuroria në rregull. Më të merë në pyetje, jam i gatshëm me shku. Më ko prokuroria në rregull, ty të më marrë pyetje. I gatshëm. Kush është që për ditë, për dhujt e di, kush është taj? Kush është taj? Qa po thëtë? Se thu, unë e di kush është taj, kush është taj, pa? Unë është hetim, u bo hetim o të zëtëni. Unë e di, kush është taj që e din? Krejt e din, krejt. Kush e ka po qatë e te me din kush është? është Astrid Dehare. Astrid Dehare është personi që e ka gju kuvendin me zollë. Në shpet Astrid Dehare, në shpet Avnit Dehare të është gjithë arsenali armëve. Arsenali armëve është gjithë. Po shkoni një masfori që ja keni edhe gjokën, ja keni vjedhë për institutit. Morën të djorë. Jeni orë kena në zvojlu vrasin e tina. Po jeni të paftyrë jeni. Jo edhe gjokën pe institutit atje ja keni borë. Jeni të poshtër. Nuk ka ras ma të poshtër. Ras ma të poshtër. Ma të paftyrë, se jo nuk ka. Në televizion publik me folë që fjallë. Po ti s'u më ka të zënë mu qa folë one, falë veç për vete dhe rëqëtë. Turp? O, ti dush me posë turp veç për vete. Frosher, Arlen, dua një pyetje sepse nuk kemi as minuta në dispozicion. Dua për fund një pyetje. Çka nëse
nuk kemi dakordim në mars për presidente. Shkohet në zgjedhje. Alind, rezultati si mund të jetë? Nëse shkohet zgjedhje. Nëse shkohet në zgjedhje. Nëse shkohet zgjedhje, mendoj që rezultati vetëvendosja sigurisht që ka me pas hala rritje, ndërsa opozita veç të poshtë të shku. Me që tempo, me që të formacion që është tash, është vetëm të poshtë. Po, Frasha një mendim të shkurtër? Nuk mundë që këmë shkon zgjedhje, arsye pse nuk mundaj, unë më mendë që këmë e po pak qefin në vëtuesve të zetë. Mendon që nuk do të ketë fare zgjedhje, do të ketë bashkëpunim. Po më mendë që shkoj, se nuk kanë ka qik thonë të na. Sepse kanë më shku atë për me knaq votues të vetë, kanë me votu kundër, kanë me fol kundër, kanë me po këto filma, këto drama që kanë gjithmonë në parlament, por kanë me nejtë mrena. Unë nuk besoj që janë qesh budal. Si qështë e nuk besoj që janë qesh budal. Qëse janë, bravo i qafë, për trimnin, për budalakin. Bravo i qafë, por nuk besoj që janë qesh. Nuk besoj. Po nëse shkohet Frashër, çysh e sheh rezultatin zgjedhor? Nuk besoj që janë qesh. A mendon që mund të ketë në rast se shkohet dhe nuk arrin dakordim, a mund të ketë ndryshim të rezultatit? Fort mirë tha. Unë mendoj që Lidukja ka më posi AFP-ja, PD-ja që Lidukja ka më AFP të poshtë, smerë është. Edhe ata fort mirë dim, tash bja, qiti presidentja, kam dyshyn në faqe, 81% qytetarëve e kanë pëlqy. A kupton, kjo është me lyt me zjarë, që të ke Lidukja përvaj, me lyt me zjarë, me ujë, neve në ke... A të shumë të kjo është me lyt me zjarë, kjo me fik vetën, me fik partin, për idiotizm, për kyqi natërore. Unë me knasë, me thonë që unë për rikë, të ose në ka thonë kushtetuta, në ka nuk të më konë sakë, me ashtë tu, edhe na përvotojmë kundër, folim kundër, bla bla, e të regullë, edhe bot një lera shqitimi, amel, që të në një lojtë bari mizave syve i qëtë, edhe regullë të një të knasë. Po që fëse me të vërtetë del jashtë, bravo i qëftë për do dhe ki, bravo i qëftë. Atë është fundose Titaniku në shëni. Titanic për cilësën situatën Frashëra? Po, nuk, opozita ka me nejtë në kovend, nuk dalin për i salës, kanë mja bëhurumin, a folin, as folin, nuk e di, po nëse rrinë salë edhe folin, është e kotë, nëse folin edhe dalin për i salë, atëherë kanë kalzu trimni, edhe le të shtrënguen për zgjedhje. Po, dhe me kaq që vetë edhe po e përfundoj, Frashët, falenderoj shumë për këtë lidhje direkte. Falenderoj shumë, Alind, falenderoj shumë që ishe këtu. Kënaqësi, Orta, faleminderit. Dhe dashur shikues, me kaq vetë